Ky podcast vjen për ju me mbështetjen e X1, Philip Lane Residence dhe 1001 Solutions. Përshëndetje të dashur teleshikues, jemi në puntatën e radhës me Julin në radar. Sot kemi një të ftuar speciale, një kolege të mrekullueshme, kryetaren e Bashkisë Përmetit, Alma Hoxhën, me të cilën do të flasim për një qytet unik, i cili është i veçantë për nga tradita, kultura, kulinaria, po edhe aktivitetet e shumta kulturore artistike që vetë Alma ka bërë të mundur në këtë qytet shumë të bukur. Siç thot një shprehje, Përmetit vetëm deti u mungon. Apo jo, Alma? Përshëndetje të kam në studio. Juli, shumë faleminderit për ftesën dhe shumë kënaqësi që do të jemi sot bashkë për të folur, për të bashkëbizetuar. Përmeti njihet si qyteti mrekullueshëm i luleve dhe ka bukuri të pafundme. Por Alma vet çfarë do të veçonte? Kë ka stren e vet në këtë peizazh të bukur të Përmetit? Pyetje interesante, po dhe e vështirë për mua që të përzgjedh se cila është zona më e bukur e Përmetit. Faktikisht unë jam një vajzë e lindur dhe e rritur në qytetin e Përmetit dhe sigurisht që qyteti i Përmetit për mua është dashuri, është jetë. Po në qoftë se do ta shikoja në këndvështrim historik, sigurisht që do të veçoja Frashërin. Është nga zonat më të bukura të Bashkisë së Përmetit. Qoftë se do të veçoja pastaj për natyrë, sigurisht përsëri ngelet Frashëri. Përmeti ka dy parqe të mrekullueshme, siç është Bredhi i Hotovës, edhe parkun tjetër Lumin Vjos. Po, Vjos që i kemi mrekullitë kombëtare, jo vetëm kombëtare. Jo vetëm që është zonë e mbrojtur, por është edhe pjesë e UNESCO-s. Qofse do të flisnim për kulturë, përsëri Përmeti është vend i kulturës, i traditës, për natyrë malin e Morçkës, ujëvare e Sopotit, banjat e Bënjës, guri i qytetit. Përmeti është i gjithë i mrekullueshëm për ta vizituar edhe është një nga qytetet vërtet unik, i veçantë. Se ka shqiptar që nuk ka qenë sepse është dhe ajo këshëria e madhe për Përmetin. Edhe nga më të vizitueshme, dhe ajo që do të veçoja është në Përmet vizitorët kthehem përsëri për ta vizituar edhe për ta shijuar mbi të gjitha. Nuk e di, në ta kam thënë, po dhe unë jam pak me origjinë përmetare. Po, më ke thënë që mamaja jote është përmetare. I ato reçelërat i bën shumë të mirë. Glikot, Përmeti, edhe reçelin dhe, po Përmeti është vend i glikos. Tamam një aftësi si përmetare, e ka në gjak si duket. Si ndryshon jeta kur bëhesh administratore? Si të ka ndryshuar ty përditshmëria jote me të qenurit përfaqësuesi një njësie vendore, edhe aq më tepër në një komunitet të vogël, siç janë këta tanët, Përmeti, Dimali? Po, sigurisht që kur ke një pozicion të tillë, ti nuk i përket më vetes, i përket qytetit, i përket përmetarve. Po ta shikosh përsëri në këtë këmbështrim, nuk them se që më ka ndryshuar shumë. Unë gjithmonë kam qenë e përfshirë në jetën politike dhe shoqërore po sepse vjen nga një përvojë gjatë arsim të qytetit. Edhe pastaj kur ke të bësh sigurisht në pozicione të tilla, kur ke të bësh je grua, edhe ne të dyja jemi kryetare dhe kemi mbase edhe të vëmendjen e aspektit dhe që çdo gjë e bëjmë me zemër, që i përjetojmë çdo hall problematik, edhe që mundohemi që punën ta bëjmë me dashuri edhe të përfshihemi me zemër. Edhe në aktivitetet sociale jemi më të përfshira edhe vetë. Po patjetër, na pëlqen jeta kulturore. Unë i përkas atij brezi që jam rritur me kinema, me shtëpi pioneri, me teatr kukullash. Jo, e kam vërej që edhe aktivitetet tua artistiko-kulturore në qytet janë të shumta. Po mendoj që kjo është edhe e veçanta e Përmetit, që turizmit edhe ti ke sill një gjë ndryshe në këtë aspekt, ke kemi shtuar edhe jetën kulturore dhe artistike që mendoj që për një qytet, për një bashki është shumë e rëndësishme. Ajo besoj duhet të jetë zemra e qytetit, sepse me të mund të pulsoj qyteti, duke angazhuar të rinjt, besoj, edhe në këtë aspekt ju ja keni dalë shumë mirë.
nuk ka vlerë se vetëm çfarë ti ndërton në qytet apo rikonstrukton në qytet. E rëndësishme është që një objekt ta jetëzosh, edhe ku më mirë se nëpërmjet të rinjve, nëpërmjet fëmijëve mund të jetëzohet një objekt apo një qytet. Është edhe një qytet që ka një rritje të jashtëzakonshme të turistëve, për shkak edhe të vetë asaj që ofron, por edhe fal punës suaj si kryetare e njësisë vendore. A keni ju në planet tuaja për të përballuar këtë rritje të turizmit si bënja apo kanionet e të tjera bukurira që ju i renditët, keni ndonjë plan për të përballuar këtë rritje ka bashkia? Sigurisht që gjatë këtyre viteve turizmi ka ardhur duke u rritur, por e rëndësishme për ne nuk ka qenë thjesht rritja e numrit të turizmit, po kjo të bëhet në harmoni me natyrën, në harmoni me mjedisin, duke ruajtur edhe sigurisht që ky turizëm të jetë i qëndrueshëm. Sigurisht Përmeti ka ecur në 5 vitet e fundit nga 30.000 turistë, ne kemi arritur në 150.000 turistë, janë shtuar strukturat akomoduese nga 9 struktura akomoduese, sot kemi rreth 139 struktura akomoduese. Nga 200 shtretër, ne sot numërojmë 1600 shtretër. Je munduar që këto t'i bëjmë duke ruajtur mjedisin, duke respektuar natyrën, duke qenë miqësor edhe me komunitetin, edhe me vizitorët. Mendoj që gjërat... Po të huaj, çfarë pëlqen më shumë kur vinë në qytet? Në qytet. Në qytet edhe më gjerë, sigurisht atraksionet natyrore, natyra është e jashtëzakonshme. Pastaj kur gështetohen këto me histori, me kulturë, ne kemi një kalendar të dedikuar të aktiviteteve gjithë vjetor dhe mundohemi që ta shtrijmë aktivitetin gjatë gjithë aktivitetet kulturore gjatë gjithë vitet. Edhe aktivitetet kulturore janë shumë të dëshiruara për vizitorët. Dhe pastaj kur bëhet fjalë për gjithë luginën e Vjosës që është e jashtëzakonshme, banjat e Bënjës është një nga sitet më të vizituara në rang kombëtar. Që është së fundi një investim shumë i bukur, sepse në fakt para ca vitesh që kanë qenë ashtu pa aty mungoni tërësisht faktikisht shërbimet. Ka filluar një investim shumë i rëndësishëm nga qeveria shqiptare, e financuar nga qeveria shqiptare, e cila po zbatohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Edhe sigurisht që përfituese është Bashkia e Përmetit, është në një zonë të mbrojtur të bashkisë, do ketë goxha shërbime për vizitorët, për vendasit. Sigurisht u mendoj që na duhet një plan menaxhimi se si do të menaxhohet e gjithë ky aset shumë i rëndësishëm në Bashkinë e Përmetit, edhe që zonat e mbrojtura në bashkëpunim me Fondin Shqiptare të... Kjo vendore apo është... Jo, kjo menaxhohet nga zonat e mbrojtura, po sigurisht edhe ne japim angazhimin ton, mbështetjen ton për sa i përket mjedisit, edhe shërbimeve të ndryshme që ka ajo zonë, por investimi është tërësor në atë zonë, me ndriçim, ujë, shërbime të tjera, mirëmbajtje, gjitha vaskat janë rehabilituar. Është një investim që ja vlen edhe që sigurisht që do t'i kthehet. Jep një impakt shumë pozitiv. Impakti është vërtet shumë i madh për Përmetin. Cilat janë projektet kryesore të buxhetit afatmesëm të bashkisë? Dhe zë një vend të rëndësishëm besoj edhe pjesa e aktiviteteve kulturore, artistike, ashtu siç u thatë, por pjesa tjetër, kryesisht cilat janë këto projekte? Sigurisht që pjesë e buxhetit afatmesëm janë edhe projektet infrastrukturore, që ne kemi bërë pjesë të buxheteve. Ne jemi duke përfunduar prioritet ngelen në rrugët rurale. Sapo kemi përfunduar 2 nga rrugët shumë të rëndësishme rurale, siç është ajo e Eleusës dhe e Qilarishtit. Vazhdojmë përsëri me projekte që sapo i kemi përfunduar për zonën për fshatin Bënj, pasi përveç investimit që po bëhet tek ujëra termale, ne do të fillojmë edhe një investim nga një projekt tjetër
në fshatin Boj. Kemi përfunduar projektin e fshatit Pacomit. Njëkohësisht kemi mbaruar detyrën e projektimit për një nga lagjet më të rëndësishme të qytetit, siç është lagja e re, rikualifikim i gjithë lagjes, e cila është e madhe jo vetëm thjesht në sipërfaqe, po edhe aty jeton një komunitet shumë i madh i qytetit. Dhe pastaj sigurisht që prioritet ngelet edhe lagjet e tjera të qytetit. Eficienca e energjisë për ne është shumë e rëndësishme. Kemi filluar rikualifikimin e disa fasadave të pallatit, në lagjen ku ne mendojmë që do t'i nështrohet një rikualifikimi tërësor. Kjo besoj është faza e dytë, sepse gjatë vizitës ime në përmet kishte fasada Po ne kemi qenë në të pjesë e projektit Bashki Inteligjente, nëpërmjet një projekti zvicerian që u zbatua në qytetin e Përmetit, ku ne arritëm që të pajisnim gjitha lagjet e qytetit me ndriçim LED, po e vazhdojmë këtë edhe në ndërtesat private, por edhe në ndërtesat publike. Ju kemi parë shumë aktive në teren, kryesisht në fushën e mbrojtjes së mjedisit, së bashku me ish ministrin e mjedisit dhe deleguaren e qarkut, zonjën Mirela Kumbaro. A ka bashkia Përmet projekte konkrete për të vijuar me këtë fushat sensibilizuese? Sigurisht mjedisi ngelet një nga prioritetet tona. Ne si bashki jemi pjesë e projektit në rang qarku që ka të bëjë me ekonominë qarkulluese, po Përmeti ka hedhur edhe një hap më përpara, për sa i përket menaxhimit të mbetjeve, që ka të bëjë me menaxhimin e mbetjeve në burim. Ne kemi hapur qendrën e parë në rang qarku që ka të bëjë me riciklimin, me plastikën edhe me kartonin. Sigurisht hapi i parë ka qenë me bizneset, dhe mendojmë që këtë vit ne ta shtrijmë edhe në disa lagje të qytetit, për të vazhduar pastaj me projektin e madh në rang qarku në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit, ekonomia qarkulluese. Fillimisht ka pasur vështirësi implementimi i këtij projekti, besoj? Po sigurisht ka pasur vështirësitë e saj, po ne kemi ecur sipas etapave të përcaktuara në implementimin e këtij projekti dhe mendojmë që në 2027 ky projekt do të finalizohet, duke pasur një vend ku pika fundore do të jetë Bajkaj për dërgimin e mbetjeve dhe do ketë një stacion transferimi të përbashkët për të dy bashkitë, Përmet dhe Këlçyr. Tashmë ne po vazhdojmë me hapat e tjerë dhe në fund ky projekt do të finalizohet dhe me mbylljen e 2 vendepozitimeve, ku rehabilitimin e vendepozitimit të vjetër ne e kemi filluar në edhe me fondet tona, por edhe me fondet të donatorëve të ndryshëm, dhe pastaj për mbylljen edhe të vendepozitimit aktual që është në Piskov, që besoj që brenda vitit 2027 ne ta finalizojmë. Është një projekt faktikisht që e dua shumë edhe që mezi pres që ne ta finalizojmë dhe Përmeti të jetë vërtet model. Unë mendoj që turizmi dhe mjedisi ecin bashkë. Bashkia Përmet në fakt në vitet e fundit me artimin e performancës nga Ministria e Pushtetit Vendor dhe më gjerë, ka pasur si kriter performante dhe aftësinë e një bashkie për të përcaktuar fondet e huaja dhe ju keni qenë nga 3 bashkitë e para me sa më kujtohet. Dhe pastaj kur ke të bësh të mendosh ne jemi një bashki e vogël, po cili është çelësi suksesit në këtë kriter performance? Besoj nga ndonjë bërthame caktuar njerëz që shkruajnë projekte. Unë mendoj që puna në grup është profesionalizmi, puna në grup është çelësi i këtij suksesi. Ne kemi arritur që jo vetëm thjesht të shkruajmë apo të aplikojmë për projekte, por edhe të jemi lead në për projekte të ndryshme, të implementojmë, se e rëndësishme nuk është thjesht të fitosh një projekt, e rëndësishme shumë është se si ti ta implementosh këtë projekt dhe të arrish ta finalizosh. Që ta marrësh feedbackun e asaj dhe që të marrësh vërtet feedbackun e asaj që ti ke nisur apo ke zbatuar për këtë projekt. Unë do të desha të theksoja që edhe bashkëpunimi që kemi pasur ne me
Ne jemi pjesë e një rrjeti shumë të rëndësishëm siç është Atrium, ku bashkia përmet për herë të parë edhe pjesë e bordit të shoqatës Atrium. Edhe që bashkëpunoj me shoqata të ndryshme, jo vetëm vendase, po edhe europiane për të përfitur fonde dhe për të investuar edhe për të bërë më të mirë për komunitetin ku jetojmë. Të bashkive. Edhe që mundohemi edhe ti shkëmbejmë edhe me bashki të tjera, sigurisht edhe për të dhënë, po edhe për të marrë. E mira që u zhvillua disa vite më parë rezultoi e suksesshme dhe besoj që kjo praktik duhet të eci dhe marrëveshje bashkëpunimi midis bashkive. Dhe përveç kësaj u mendoj që për ne bashkit e vogla, që sigurisht të gjenerojmë më pak të ardhura, u mendoj që janë mbështetje shumë e mirë edhe inovative projektet e huaj. Së fundi është publikuar VKM-ja që ndan kufit e rajoneve dhe nga ky akt normativ u bë me dije se Gjirokastra, Korça dhe Berati janë tashmë pjesë e një rajon zhvillimor. Si e mendon Alma, është efikas, do të jetë efikas ky organizim i ri? Po ta shikosh nga ana kulturore, historike, nga ana e zhvillimit ekonomik, u mendoj se ku më mirë se Gjirokastra, Berati, ku dhe ju bëni pjesë, apo dhe Korça, mund të bashkoheshin, të ishin bashkë dhe të jenë një rajon. Sigurisht, u mendoj që ka një gjë të përbashkët të treja këto qarqe. Po i bashkon turizmi i bashkon, kultura, trashëgimia, zhvillimi ekonomik, edhe u mendoj që është një hap shumë i mirë. Unë mendoj që më e rëndësishme janë kompetencat reale që do të kemë për sa i përket zhvillimit ekonomik dhe planifikimit të territorit. Edhe pastaj për të mos vënë që ky zhvillim ekonomik të mos jetë pronë e një qyteti, atje ku vendoset qendra e këtij zhvillimi rajonal, po këto të shpërndarje të drejtë edhe të studiuar. Në funksion të zhvillimit. Edhe pastaj u mendoj që ne do jemi zemra e këtij rajoni, se sigurisht që Berati, që të shkosh në Gjirokastë do t'i biesh nga Përmeti, edhe sigurisht edhe që të shkosh në Korçë të dinamikën e Përmetit, besoj. Patjetër që do ketë një ndikim shumë të madh, po edhe për zhvillim ekonomik, për tregje të përbashkëta. Ky korridori pastaj Berat Përmet, u mendoj që do ta zhvilloj shumë. Pastaj edhe prioritetet e qeverisë shqiptare për sa i përket rrugës së Vjosës do t'japin tjetër dinamike dhe zhvillim. Edhe ajo që do të theksoja, po kemi 3 qytete që janë pjesë apo 3 që janë pjesë e UNESCO-s, Berati, gjitha bashkitë e qarkut të Gjirokastrës që kanë lumin Vjos tash pjesë të UNESCO-s, dhe pastaj kur flasim për qytetin e Gjirokastrës, që mendoj që edhe në fushën e turizmit do të jetë një xhevair në gjithë të kompozimit. Domethënë është shumë e menduar që qarku i Gjirokastrës të jetë pjesë e këtij rajoni. Për Përmetin ne s'mbarojmë asnjëherë. Pjesë e agjendës turistike është dhe turizmi historik. Mos të harrojmë që aty kemi Vllezërit Frashëri, kemi Laverbariun, sazet e famshme, tjera si këto. Ka plan konkret? Patjetër që ka plan, se në mënyrë të vijueshme ju keni punuar për këtë, por ndonjë risi tjetër kemi? Po, patjetër. T'ju them që Bashkia e Përmetit është një bashki që ka një strategji të zhvillimit të turizmit 2025-2030, ku pjesë e kësaj strategjie të zhvillimit të turizmit është sigurisht turizmi historik edhe kulturor. Kemi të bëjmë me Vllezërit Frashëri për të vazhduar pastaj, po pse jo dhe me kongresin e Përmetit, me Laverbariun, me sazet e Përmetit. Përmeti është Përmeti i historisë edhe i kulturës, i vajzave përmetare, të këngës përmetare, të valles përmetare. Sigurisht që ne kemi dhe një kalendar të dedikuar vjetor të shtrirë për gjatë gjithë vitit, të cilat e bëjnë qytetin e Përmetit më të rreqës për vizitorët vendas edhe të huaj. Dita 24 majit, po sigurisht është pjesë e këtij plani
planifikimi kulturor, ku ne kemi pasur edhe mysafir nga gjithë Shqipëria, edhe pasaj sa bukur kur gërshetohen bashkë turizmi historik, kulturor, edhe kur bëhen bashkë me trashëgiminë, po dhe me turizmin gastronomik. E vërtet është. Biles, çdo vit në fakt, gjatë këtyre viteve që jam në këtë detyrë, nga shoqata e veteranëve më kërkohej po kemi një bashkëpunim edhe me shoqatën e veteranëve dhe të dëshmorëve. Që të aktivitetet për kongresin e përmetit, kaq bukur bëhet aty? Dhe pjesë duan të mungojnë asnjëherë. Asnjëherë nuk mungojnë faktikisht nga Dimali dhe nga gjithë Shqipëria për të bërë vizitën e tyre te salla e kongresit. Mendoj që 24 maj është pjesë e historisë sonë, edhe këto datat na shërbejnë jo vetëm për në shenjë kujtimi të luftës sonë antifashiste, por edhe si moment të reflektimi, edukimi për brezën e ri, sigurisht kjo duke u bërë në mënyrë bashkëkohore. Dhe ne kemi bashkëngjitur sallës së kongresit edhe muzeun e luftës, të luftës së 2 botërore. Ne kemi arritur, kemi finalizuar faktikisht në këtë kuadër, flasim për turizëm historik, për turizëm kulturor, muzeun vendor të qytetit, ku kemi disa pavionet të vizitueshme, dhe një nga këto pavionet është edhe Muzeu i Luftës i vendosur te salla e kongresit. Sigurisht po punojmë edhe për pavionet të tjera, siç është pavioni pas luftës në hijen e diktaturës, do ta quajmë një pavion që ne po punojmë, edhe që po punojmë edhe me institucionet për të nxjerrë edhe nga arkiva e shtetit të gjithë historinë e viteve 45-90. Dhe pjesë e kësaj kemi pasur edhe një projekt që unë fola pak më parë, që është Atrium, i cili merret me interpretimin faktikisht të trashëgimisë dhe me studimin e kësaj trashëgimie që ka të bëjë me këto vendet ish komuniste, që gjitha këto atraksione, godina, përveç se studimit të tyre arkitekturor, të na shërbejnë edhe si momente reflektimi, që brezat e sotëm ta njohin këtë histori, por edhe që të mos përsërit edhe për të nxjerrë mësime, po dhe si momente për të kujtuar edhe luftën antifashiste nacionale çlimtare, që është një nga epokat më të lavdishme. Datat e veçanta sigurisht dhe promovimi i tyre është shumë i rëndësishëm. Është shumë i rëndësishëm, edhe ne kemi vazhdimisht pjesë të kalendarit ton kulturor dhe artistik. Ta përmbyllim me kulinarin, me qershin vitor, me ato që ne e theksuam pak më parë, me ato reçelerat ose glikot e veçanta të Përmetit. A ka një shkollë, a është momenti që Përmeti të ketë një shkollë që t'ja u transmetoj dhe të tjerëve këtë mjeshtëri? Gastronomia është, u mendoj, një nga pikat më të forta të Përmetit. Edhe ajo gjëja që më ka ngelur më shumë në mendje nga vizita në Përmet kanë qenë pikërisht ai mëngjesi i mrekullueshëm, me gjalpin, me reçelin. Po Përmeti faktikisht nuk është për të vizituar, Përmeti është për të përjetuar. Edhe që të përjetosh Përmetin, sigurisht duhet të provosh edhe kuzhinën tonë tradicionale. Edhe unë përsëri po e lidh me aktivitetet, dhe kemi një sër aktivitetesh në planin, në agendën tonë kulturore dhe artistike, siç janë pjesë të tyre promovimin e gatimeve tradicionale, panajire të ndryshme. Kemi festën e mrekullueshme në Verë, festën e nonës, festa e gjysheve shqiptare, cila ka marrë përmas ajo kombëtare, por ne ftojmë edhe gjyshe nga Kosova, nga Maqedonia. Është një festival tashmë kombëtar i mbështetur edhe nga Ministria e Kulturës, edhe nga Bashkia, në bashkëpunim me shoqatën, s'ka problem. Dhe po punojmë fort që të kemi edhe, po punojmë për të bërë një album të recetave tipike përmetare, edhe për të mos na humbur këto recetat e gjysheve tona, por edhe për t'ua transmetuar brezave të ardhshëm këto recetat e gjysheve. Shumë faleminderit Alma, ishte një kënaqësi. Gjithë kjo bisedë e bukur për Përmetin na çoi në Përmet, besoj edhe gjithë teleshikuesit, sepse ai është mbreslënës, ashtu e ka bërë natyra, por edhe dora e atyre që e duan dhe punojnë për të. Komplimente për gjithë punën e bërë. Faleminderit. Faleminderit edhe ju, Juli.
Të nderuar teleshikues, besoj u kënaqet në këto ngjyra të bukura të një qyteti unik, plot traditë, kulturë, pasion për jetën. Besoj në puntatën e radhës me një tjetër të ftuar special do të ngeleni sërish të kënaqur. Ju faleminderit.